Biznesi i vendosjes së paneleve fotovoltaike është relativisht i ri në tregun tonë. Është kudo në botë relativisht i ri, kështu që. Është teknologji e re. Sa të afërt janë bizneset dhe sa njohuri kanë për këtë lloj vendosje? Le të themi një pjesë e vogël kanë informacion, pjesa më e madhe nuk kanë informacion, ose kanë atë informacionin bazë që po themi nuk e dinë se si funksionon, por siç e shpjegova në fillim, nuk është se nevojshme ta kenë, po themi, këtë lloj informacione detajuara, sepse nuk është diçka që ta bëjnë vetë si investim. Nga ana e biznesit kërkohet vetëm, po themi, vullneti për të bërë investimin dhe të piqen kushtet që të kenë nevojë, sepse po themi, nëse një biznes ka konsum minimal energjie, nuk është se ka në interes të madh të bëjë implant, po themi, ose mund ta bësh në vogël. Po prap, kështu që nuk është se kanë një informacion. Ajo që kërkohet nga bizneset është të kuptojnë atë që nga ana financiare ky lloj investimi ka një kthim relativisht shpejt. Çfarë tjetër duhet kuptojnë bizneset është që ky lloj investimi shihet me sy shumë pozitiv nga bankat dhe janë shumë dashamirëse për ta kredituar. Përgjithsisht madje ka banka që e kreditojnë dhe 100%, ose ka dhe banka që nuk kërkojnë kolateral sepse vendosin vetë implantin si kolateral. Çfarë është tjetër e rëndësishme në raport me pjesën e investimit, kur ti e merr me kredi, është që bankat përgjithsisht përputhin këstet e kredisë ose afatin e kredisë me atë planin e studimit që ka bërë kompania që ka bërë investimin e implantit dhe po themi çdo kost përputhet pak a shumë me faturën e energjisë që ai do kishte paguar nëse do ishte akoma klienti OSHE-s, në kuptimin që nëse do paguante nuk do e prodhonte vetë energjinë. Kështu që nga pikpamja e biznesit nuk ju prek as cash flow-n bizneseve. Do thotë që atë vlerë që nxjerrin, atë do nxjerrin edhe atë shumë financiare që do duhesh ta paguanin tek OSHE, do ta paguajnë në formën e këstit kredis tek banka dhe mbas po themi 2.5-3 viteve, ata kanë një implant ku kanë mbyllur detyrimin e kredisë dhe automatikisht po themi kursim e kanë direkt në xhepin e tyre.